Eksperti i kriminalistikës Ervin Karamuço thot se 58 vjeçari Renato Hoxha, i cili u vra në Vlorë, ishte i përfshirë si informator pasi kishte informacione për grupe kriminale. Gjatë një interviste, Karamuço u shpreh se autori i vrasjes dyshohet se është shtetasi huaj dhe se mund të jetë ndihmuar për kalimin e kufirit drejt Greqisë. Kam përshtypjen që ky person ishte bërë problem i madh për këto grupe, që nuk janë në Vlorë por në Emiratet e Bashkuara Arabe një pjesë e tyre. Ai kishte marrë masa por ra viktime një atentati. Policia dyshon se autori është një i huaj. Nuk dihen rrethanat që ka kaluar në kufi. Mund të jetë ndihmuar nga persona të tjerë në terrenet malore për të kaluar në Greqi. Po kontrollohet edhe nga ana e palës greke, por nuk ka asnjë rezultat. Ky ka ditur shumë informacione. Këto janë grupe transkombëtare, ku futen një sër bandash të cilat kanë bashkëpunim mes tyre. Ata kanë lidhje me njëri tjetrin. Policia e ka të dokumentuar që kjo vrasje, ajo e Vlorës, është urdhëruar nga Dubai, e ka në celular urdhrin e dhënë, e ka të verifikuar. Përveç personit të arrestuar, ka persona të tjerë që dyshohet se kanë marrë pjesë në mënyrë aktive. Ka qenë vrasje e lehtë për t'u realizuar, por me shumë gabime, theksoi ai. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.